Ai flinte më vete, nuk flinte me mua. I thash, miqi s'fle me mua, pak të flidho me mua. Edhe i thash, ore, i thash unë, ti ose je për mua, ose kena një tjetër. Ti do me njërta, o undrezët i tha. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do lidhemi me një nën e cila fatkeqësisht prej disa viteve nuk takon dot të birin e saj. Është zonja Medie Meçaj, dashur miq, e cila ka qenë një grua e dhunuar. Për vite të tëra është ushtruar dhunë ndaj trupit të saj dhe ka qenë partneri, por dhe njerëzit e familjes. Sot është larguar nga familja, ka nisur një jetë të re në Greqi, por gjithë brenga dhe kokën e mban pas është i biri i saj. Çfarë ka ndodhur në jetën e Medie Meçaj, unë hap dritaren dhe ftoj këtë zonjë. Medie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke telefonuar me urgjencë, madje the hap kamerat. Dua që të hyj në këtë live sepse ke një problem madhor. Çka ka ndodhur? Ja, unë kam qenë e martuar. Po. Në fshatat e Vjejt, Patos fshat. Para 12 vjetësh, 13 vjetësh po thuash. Po. Jam ndar nga dhuna. O, keni qenë një grua e dhunuar. Kam qenë, mos ta them se kam qenë në vdekje. Kam qenë me, do ta them edhe personi. Djalin e, kam lindur një djalë. Po. Ti ma dëgjosh edhe këtë zërin, këtë që po bëj, nuk e di do të me, vetëm po patë mundësi të më ndihmosh me gjithë shpirt e me gjithë zemër. Po të dëgjoj. Ashtu. Më rau, më rinte shpeshherë, edhe kur kisha 2 javë martuar, më dhunonte, më bollizonte, më thoshte fjalë na më të skandale. Me person kam qenë 7 vjet, 8 vjet e martuar. E dashur Medie. Po. Por pse lindi dhuna në familjen tuaj? Pse ai të ka dhunuar, të ka bulizuar? Po. Ai nuk ishte person. Mua më bëri vjerri motës. Ata babaja tia dhe vjerri motës time ka qenë djemtezësh direkt. Krushi pas krushie. Po. Ti po më tregoje se ka qenë rreth misie njoja jote me bashortin. Po. Sa vjeç keni qenë ju kur u fejuat, u martuat? Unë në 2010 jam fejuar me personin, në fjalë. Ai ishte nga Me baban e djalit. Ai ishte nga Fieri, ndërsa ju nga Ishit. Në Patos. Unë jam nga Ballçi, Mallakastër Ballçit, Romës. E ka Ballçi. E qartë, ju nga Ballçi, ai nga Fieri. Ju u fejuat, si vazhdoi jeta juaj? Shiko, ai ku ishte i fejuar, ki bënte 2 jetë të ndryshme. Nuk ishte një njeri i korrekt. Edhe i fejuar, 2 herë kam dalë me person. Por pse vetëm 2 herë? Më shumë rrinte në Greqi. Ka qenë emigrant në Greqi. Kur punonte. Po, ka qenë emigrant në Greqi. Pra, ti po më tregon se gjatë kohës së fejesës nuk pate shansin ta njihje këtë person. 2 herë. Jam fejuar në muaj shkurt, 27 shkurt 2010-s. Dëgjoj? Po. Në shkurti, deri në gusht i 2010-s kam datë 2 herë. Dhe këto 2 takime si kanë qenë me partnerin tënd të ri në ato kohë? Nuk e jepte vete. Unë, të them të drejtën, unë jam një vajzë, nuk kam shkollë, 5 klasë shkollë, nuk jam në shkollë të lartë. Shkollë normale, 5 klasë kam, nuk kam bërë shkollë. S'ke mbaruar as 8 vjeçare, ne kuptoj, po? Ja kam qenë vajzë e vojtu, me prindër, me 2 prindrit, kemi 2 vëllezër e 2 motra jemi. Vajzë në dera bre, nuk isha në dera, ata kisha të parin e të fundit, nuk isha në një lidhje tjetër. Por si ishin ato 2 takime? Ti më the që ai nuk e tregoi veten, por
në 2 takime nuk njihet personi, ke të drejtë për këtë pjesë. Por pse u martove kaq shpejt? Pse nuk i dhe kohë vetes ta njihje? Ai nënën e kishte të sëmur. Nuk ishte me trompoz në kem, me varigje. Po. Edhe ishte plak, jo plak, po e bënte vetëm si plak. E qartë. Dhe ky ishte motivi që ti u martove kaq shpejt për t'i shërbyer nënës së tij? Po, më mori vetëm për prindin, nuk më mori për vete. Por si më mori për prindit. Si e pranove këtë gjë ti, kur e kuptove? Shiko, unë kam bërë debate me prindit e mi, me baban, se baba im ka një tip që si thua ti me ata, si shprehen ata që vinë aty në studio me tyja që thonë me kanunin. Baba im po e tha, po nuk ka rrugë tjetër. Nuk e kthej dot. Pra, babai të detyroi që ta bëje këtë martesë pa dëshirën tënde. Pa dëshirën time. Unë ja thash kam qenë edhe kur vinja që në muajin gusht 2010-s, më ka marrë në shtëpi, ai flinte më vete, unë flinja më vete. Më mori nga një javë. Në atë kohë kishte një palë të vjetëra. Po. I prishi branda me fjalë, edhe bende shpit. Edhe vajta dhe una që për të ndimuar. A i flinte më vete. Nuk flinte me mua. Por kjo gjë nuk të bëri përshtypje ty? Që tani më bëri shumë përshtypje. Tani njerëzit kur krijohen dhe martohen, duan që të jenë me burrin e tyre. Të kuptoj. I thash, miqi s'fle me mua, pak të flidho me mua. Unë e kuptova. Thash una se prindërit atje nuk tregonin gjë, ai kishte një problem. Ai ishte me hemorragjik, kishte një sëmundje të keqe. Dhe kjo ishte arsyeja që ai nuk donte të flinte me ty në të njëjtin shtrat. Por në momentin që ti shkove nuse për herë të parë në atë shtëpi, ti flete me vjerrën, ai fleti në dhomë vete. Kur ti i kërkove që të flije të paktën në një dhomë, që për sy të familjarëve të ishe në një dhomë me burrin, pavarësisht se krevatat mund të ishin të ndarë, ai si t'u përgjigj? I të justifikime që nuk e shkoa tash për fletë me mua. Qa kohë e prista i të flinte me gruan e vetë, kur ju e kishë zyrtarizuar gjithçka? Edhe i thash, ti ose je për mua, ose kena një tjetër. Jo, më tha mua. Edhe me një arrogant, si ta themën si ata liksirët. Bëm të shpit, fliste më vete. Ikun në Greqi, më qojtë e familja ime. Por vjerës tënde, nuk i bëri përshtypje, më fal e dashurë me dije, vjerës tënde nuk i bëri përshtypje që djali refuzonte të flinte me nusën? Po t'i gjë, unë e pyeta, ama e tha se ashu e shta. Djali e shta. Ti do me njërë, tha, unë drezët i tha. Si të tha vjera? Unë drezët, tha, unë drezët sa jo, tha. Kjo nuk është normale. Dhe çfarë ndodhi më pas? Nuk fola, i ka për jashta. I ka, si femër që, të gjithë femër. Iku në Greqi, më qëjtë e prejtë e mi, iku në Greqi. I thash babajt una, i thash aji nuk është për mua, i thash. Jo, tha, unë nuk e prish me mi, ku tha se ma vjen turë, tha dajtë vajza në burri, tha. Por
por me nënën tënde, fole, ja tregove këtë bisedë, se ndoshta me babain mund ta kesh pasur të vështirë ti thoshe disa gjëra, por me nënën i tregove që ai refuzoi të flinte me mua në krevat? Ishin të dy ata, i bëra të dy tokun. Po? Mama e tha që mos je për ty, tha. Lere. Ta më tha, lere. Ndërsa babai refuzoi që të prishësh kjo marrëdhënie. Pastaj në mars të 2011-s, Po? sa i vliste telefon që ishte me shkëputje. Por gjatë kohës që ai ku emigrant dhe ti po rrihet tek nëna dhe babai jot, kur të merrte në telefon, çfarë komunikonit me njëri tjetrin? Domethënë, a ishit të dashuruar apo dashuroheshit apo thjesht për inerci të dy familjeve që ju kishin martuar, konsumonit një bisedë telefonike sa për të thënë? Ai fliste kështu, njërën kajkon, njërën një javë, njërën 2 javë, gjasi kur kishte punë. Ti nuk ishe rënë në dashuri me këtë person, besoj. Ai ishte jashtë zemrës time. Ishte një njeri kapriço, i përhellë. Ai mirësh me femra këtej në Greqi. Prem ditën e dasmës ai ishte në Greqi. Edhe ka prerë në muajin mars, në 9 mars. Edhe më tha më beu gati, tha se do vinë 10 minutë presin dita, tha. Edhe jam martuar në muajin gusht 2011. E dashur, me dje, përpara se të më tregosh momenti që dole nuse nga ajo shtëpi dhe besoj që dalë një nuse jo e lumtur. Nuk ishe folur me partnerin tënd që përse duhet të presim ditën e dasmës kur ende ti më refuzon. Ti nuk ishe shkëmbyer pyetjen e parë me këtë njeri dhe po shkoje drejt altarit të kurorzoje dashurinë kur kjo dashuri nuk ekzistonte. Prem ditën e dasmës në gusht. Ai erdhi për të prerë rrobat. Po. E ka pa peqape. Edhe ik më tha ma se më vjen turp në shokët, tha. Në shoqëria, më shikojnë njerëzit, tha. Pse ti e përqafove? Dhe çfarë ndodhi më pas? Edhe më pas ishte motra ime e madhe. Po. I tha jo, orega, po ti gruas i thua shotha, se motra ime i pa gjerat. I shikon dhe gjerat. Pra, e kuptoj që ai nuk të respektonte. Edhe motra ime i tha, ta bëj burri ma shotha, unë e për jo burë t'jesh, i tha, për t'jesh edhe i biri i ministrit, tha. Por ai si reagoi kur motra juaj foli kështu? Me një buzëqeshje jo të mirë. Doli edhe jema, edhe unë e motra. Por si vazhdoi më pas? U prit dita e dasmës dhe ti u bëre nuse. U bëra nuse, unë dole me nuse me fusan bardhë, të them të drejtën. Se ai donte që të më mirë të pa dasëm mua. E qartë, por familja juaj vendosi që të bënte dasëm dhe ti të dilje nuse. Dola nuse, vajta në shpinë ati, 2 javë, i dhoj sherri. Por për çfarë nisi konflikti i parë në familje? Nisi mes teje dhe atit, apo edhe familjarëve të tjerë? Edhe familjarëve atje, u thosh prindërve që unë, se kjo është nusja juaj, nuk është nusja ime, unë e prova për juve, për bëjusmet. Unë atë kohë po njëshja bukën, po bënja bukë me, si një fshat. E qartë. Po njëshja bukë. Edhe duhet në bëmë unë dhe i thashë, unë s'kam ardhur për prindin e tu, kam ardhur për ty, i thashë. Kam ardhur për ty, i thashë. Unë nuk jam një vajzë e rrugë, i thashë, pashu ti, i thashë, se unë kam edhe vëllezër, kam edhe prindër, i thashë. Dhe i gjithë kjo diskutim ndodhi javën e dytë pasi ju ishit martuar. Por vjera dhe vjeri si reaguan, kur djali ju tha që nusen e kam sjellë për ju? Ata po bënin debate me ate.
unë e kam gruan time, i tha i ati, ti ke gruan tënde, tha, tash i tha, ndau, tha, shiko jetën tënde, tha, se ai një vllai e kishte martuar, por nuk kishte fëmijë. Po se ishte me një tjetrin. Unë për një shepukëm, erdhi jonja, isha në balkon. Ik moj bufe, më thama. E shëmtuar. Burri të tha këtë fjalë. Bufe dhe e shëmtuar. Mos jam as e shëmtuar, i thashun, as bufe, i thashun. Ti s'ke parë vetën tënde, i thashuna, po ti je me fakt, thashun, që ke mba një grua, i thashun, të vogël, thashun, punëtore, hallë gjeve. Për shtëpi, nuk e marr grua që ti te kafenesa. Edhe ratis, thashun, ka thash një fillim gjera ti, thashun. Me të gjithë ngjarje që ti po më rrëfen sot këtu në këtë live, mua më duket sikur ai nuk të ka dashur. Po, aty te Bemllave, më dalë iku në Greqi. Pra ai nuk të ka dashur. Pse ti qëndrove në atë shtëpi? Duhet kishe ikur që atë ditë. Edhe una pas 10 dite, 12 dite, pas 2 jave, pas 12 dite, 13 dite, më morën prindrit. Por, përpara se të dalimi këtu, e dashur me dije, përpara se ai të ikte në Greqi dhe ti u ktheve te prindrit e tu, ti deri në momentin që u bëre nuse, ai kishte refuzuar të flinte me ty. Por kur ti shkove nuse, hoqe vellon, flejte me burrin? Po, fleta. Pra ai pranoi të flinte me ty? Po. Se ndoshta ka qenë ndonjë djalë që ka pasur traditat e veta që femrën e tij nuk duhet qoftë ta gacmonte në kuptimin e gjithçkaje, derisa ta bënte nuse dhe ta silte në shtëpi. Ndoshta ka pasur këto tradita dhe kjo ka qenë arsyeja që kur keni qenë të fejuar, ai ka refuzuar të flejë me ty. Po ajo është gjë tjetër, po të pak e fillon me gruan. Besfarën. Po mirë, ti u martove dhe në një farë mënyrë pate marrëdhënie intime me atë. Okej, iku në Greqi. Po atë dite. Po. Si bejdape, bej rëbat gati, i puti valigjet ai, 2 javë i martuar, po atë dite bejdape ndake iku. E kapi policia, edhe u kthen Saram, dhe një 10 ditë. Gjasi ku flise telefon, jam në Greqi, thash. Atë e kapi policia. Ai ku asiku, Saram, dhe një 10 ditë. E mirë, erdhi në shtëpi. Zish me prindrit. Për çfarë zihej? Nuk e di pse zish. Isha një femër që nuk isha në atë që mbajnë vesh. Jo, nuk është ideja se ti do përgjoje, por tani ti ishe nuse e shtëpisë dhe nëse gjërat nuk funksionojnë mirë në shtëpi, ti duhet të ishe informuar. Se nuk është përgjim kjo gjë. Nëse burri im ka një problem, unë duhet ta di ato problem, padyshim. Nëse unë kam një problem, duhet ta di burri im. Prandaj është familje, të flasim të gjithë bashkë në familje për të zgjidhur problemet. Ai nuk më shpresh mua, as ata nuk më shpresh mua. Filloi kjo, punë kështu. E unë erdhi në Greqi ai, si e kapi policia, kështu tha gënjeu. Unë të tje gënjeu. Të them të është gënjeu. I pash pasaporta nuk ishte me vull. Që ti vini vull ata. Ta kthenin tu. E qartë. Nuk ishte pre bilet për në Greqi. Se unë e pas kishte pre bilet. E mi iku. Si që erdhi ditën e 2, ditën e 3 kemi iku në Sarand, me pushime. Po. Atje me ka rrallë. Për herë të parë. Por çfarë ndodhi atë ditë që ai ngriti dorën ndaj jush? Nuk e di me ka zesh në telefon, edhe mërzitësh, i humbis një lek, punë të tia nuk e di edhe më godiste mua. Tash në ore, tash ka. Ma ti skepsët në godaci, thashun. S'fajnë së kam unë, i thashun. Nuk ma dhe men, punë të tia, ishte një marë rosu, më dhe shumë telefona me vete. Po ti çfarë dyshoje?
Mbante shumë telefona me vete, fliste në telefon, ziesh me njerëzit, gjithë të mërzin ta nxirrte ty me dhunë. Ti çfarë dyshoje? Pse sillesh ai kështu? Kam tipin, më thash mua. Një dy kam tipin. Jo, po s'ka logjik kjo që kam tipin unë dhe të rra ty. Kam tipin unë që jam i dhunshëm, po s'ka logjik kjo, gjitha kjo që po më tregon. Jam i tërë që të kthem te tyja. U kthem nga pushimet ne, i thash unë do t'i tregoj babait tënd edhe babait tim. Tha mos i tregoj njeriu ta, më kish vënë të shenja në trup, me grushta. I vajto shpiona, më tha mos tregoj tha. Pastaj iku të netë në Greqi. Edhe erdhi më mori babai me nenën. Po. Ka qenë muaj shtator. Muaj shtator ka qenë data 10 shtator. 10 shtator, mua vllain e vogël ma kish kapu policia për dokumentat, edhe kish mbajtur 10 ditë brenda. Prindërit e mi nuk dinin gjë. E qartë, ti shkove te prindit e tu, ai iku në Greqi. Ai iku në Greqi, e morën prindërit e mi, edhe kur u xhvesha unë, si nena që futet në dhomë, shikon e vlatin, më shikon me shenja. I thash, unë kështu është puna. Unë do ta lej, thash unë nuk e dua. Edhe unë a ditë kur iku në Greqi unë hoqja unazën. Hoqja gjitha. Komplet. Pra, kishe vendosur që të ndaheshe. Po. Kisha vendosur që nuk do kthesha me natë derë. Edhe i vura ka pak. Më morën prindit, i thashun nenës unë nuk ktheheme. I thashun më mirë të vras veten. Edhe te ka iskë, më mirë vri 100, thashun se ke 300, thashun. Vri 1, thashun, ba 2 edhe unë 3, thashun. Çfarë than prindrit? Po qande mama, thashun mos qarë ishte. Në atë kohë ishte edhe motra atje. Uzun. E babane, motra ime. Po pse tha ka motën të tillën, tha të marraj mua ai tha. I thashun babai ku e ke unazën tha. Nësa vllai vogël ishte atje po nuk mos të mirë të vesh vllai. Se po të mirë të vesh vllai do ishte e madhe. Më tha mua ke babai tha, po do ta zgjidh unë tha, po ti nuk do bësh familje tha, se ti e grua e vet tash tha. I thashun unë nuk vete, i thashun me edhe telefonatat kur i binte ai më shante gjendej. Ti e lash. A, ti ja komunikove që unë nuk do kthehem më te ty. Po ja komunikova gjin shpiuna. Erdhëm në drekën një nasaranda ne. Pra, kur ai u nis në Greqi dhe ti do ktheheshe te prindit e tu, ti ja komunikove që unë nuk kthehem më tek ty dhe kërkove ndarjen. Por pse u ktheve? Baba im nguli këmbët. Nguli këmbët. Edhe motra ime mori telefon, mori vjerrin. I tha do të vish poshtë, me njëherë. Erdhi vjerri, po vjerri nuk tregonte të vërtetën vjerri modës, i dinte historitë se qysh ishin edhe familja tia. Erdhi vjerri modës time, i thashun te, ai nuk fliste. Tha se do ta vdisun tha. Vjerri modës, edhe kështu zgjati. Me sherrë me shamata jeta ime 8 vjet. Dhe ti u ktheve në fund tek ajo familje. Mori njerëzit atje telefon i tha që të vini të ktheni nusën. Të mini nusën prapë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Se u ktheve ti tha vjetra. Ti e kështu shumë tha më. Pra kur ti u ktheve në shtëpi filluan konfliktet dhe me vjerrën. Ajo e mbushi djalin, ajo e mbush të djalin. Por pse me vjerrën i prishë marrëdhëniet dhe ajo filloi të mos të donte? Pse dashun unazën që la djalin e asaj. Kur i ke për herë të parë. Por ti u ktheve në atë familje dashur me dije, vjera s'të donte. Vjerri të tha pse u ktheve. Të njëjtën gjë të tha dhe vjera. Burri të shante të ofendonte. Ti për çfarë u ktheve në atë familje? Për kë u ktheve? Për kë u ktheva? Nuk më pranonin prindërit në shtëpi. Dhe kjo është do ta vdisim në këtë punë. Po, do vdisim në këtë punë. Pas 2 javë ka ardhur në datën 8 tetor, e kapi policia. Pra i vite në Shqipëri vetëm kur e kapte policia. Po?
Kam rënë në Shazane. Kam rënë Shazane në djalin. Prapë dhon në Shazani. Kam qenë 2 javë Shazane. 1 muaj 2 javë kështu, nuk më mbajna, 1 muaj. Edhe ikon në Greqi, e ku erdhi pas 4 janar, mos të gënjej, 4 janar. Kam qenë 3 muaj. Edhe më tha ti se ke fëmin me mua. Tha. Ta akuzoi dhe për tradhti. Unë flija me maman atje në krevat në dhëmë time. Kur ishte ai, unë flija me atje në krevat. E dhimbshme, e dashur me dije gjithë kjo histori që po më tregon ditën e sotme. Por ai të dhunonte për çfarë? Bëje ti ndonjë veprim dhe ai nuk ishte dakord me atë veprim dhe të ushtronte dhunë pas një shkak, asnjë lloj arsye, s'është çmenduri e gjitha kjo. Mua më keq. Ka qenë përdoruesi i alkoolit. Po kuptoj qartë pse ai ushtronte dhunë pastaj. Pinte 3 lloj. Qa pinte? 3 lloj. Drog, pinte heroina, ishte njëra kështu si kafe. Si kafe ishte ajo, atë pinte, ishte njëra kështu si ngjyrqumshe atë thithej. E qartë, është e kuptueshme. Edhe dhunonte. Fati jot i keq që ti kishe përfunduar në atë familje dhe e torturuar në këtë lloj forme. Shiko. Dhe ajo që mua më vjen keq, e dashur me dije, më fal që të ndërpres, është si ka mundësi që këta prindër, kur vajzat ju kërkojnë ndihmë, që dhunohen nga partnerët, nuk janë të lumtura, nuk e duan atë person, ata prindër i vën kufi, i zën derën dhe i thon stop. Ti s'duhet të kthehesh në shtëpi se ke burr. Më vjen shumë keq që këtë gjë e ka bërë nëna dhe babai juaj. Dhe të kanë lënë atë familje dhe të kanë torturuar për 8 vite. Në një familje shkatërruese. Në një familje më ka shkatërruar jetën. Edhe sot më ka shkatërruar jetën. Ka mbetur kështu. Edhe djalin që kam lindur në 12 korik, më ka qenë kavajt në ditë që kisha të lindur djalin, martenitet, kam lindur me doktoresh të utëm. Fjerë. Djali sot sa vjeç është? 13 vjeç sot. 13 vjeç me jetë ta kesh. Edhe pse erdhi djali në jetë, babai nuk ndryshoi. Dalë se është histori e gjatë kjo, ta tregoj una. Plasën ujër në shtëpi po rrinja misër. Po rrinja misër me shkop. Qartë. Ai atë ditë do vind të nes, ka qenë ditë më kurrë. Të nesme do vinte të mirë të nuse në kushuri, në berat në tjamën e tia. Pa më plasën ujëra në shtëpi. Ishe vetëm në shtëpi? Vetëm me vjerri. I thash, mos ik se më plasën ujërat e lindjes. Por rria misë më plasën ujërat e lindjes. Më plasi bytha, tha i se do vesh të pjedhë shtitha. Të mërshme. Edhe vjera, unë do vetëm marrë nusën e nipit, tha, pa ti e kënë Terezi, më tha mua. I mbetësh nusën e nipit pa marrë. Është e dhimbshme, e gjitha kjo dhe e pa konceptueshme se si mundet. Edhe e ka marrë në telefon, edhe i kam thënë. Hajde se fëmi, më kishte dalë kokë e fëmis. Dhe isha akoma në shtëpi. Në shtëpi. Hajde i thashun se o do marrë taksidion fildanin, i thashun gjitoni poshtë. Hajde i thashun se më ka dalë kokë e fëmis. Por çfarë ndodhi më pas? Mos më thuaj që ke lindur në shtëpi. Dalë ti. Ai iku atë natë, ka ikur të daja në Belisho, thirj, bashkët, me fjalë, bashkëme. Do mirë të nusë në kushurit në berat, do vini ndasëm. E ka marrë në telefon, i thash lere dasmë, e tha vira mua në plasi do linë në shtitha dhe do pjedhë shtitha. E mora, erdi ai me sherë me shamata, se që isha me një fustan, si në shpaja në bëshpi fustan këshu ja. Ulurimën unë, se fëmija mi shkëthyë ndryshe pasaj. Kam ndenjë 7 orë në spital në lindje, 7 orë. Ai erdi, më qoj spital, e jemën e lanë
të vllai, të daja. Të mirë të nusën e nipit, se i kishë mbetur nusën e nipit pa marë. I folën vëllezërit e se vëllezërit i kisha të mira, ajo motrat e i folën. Kështu të vështirë das më tha ti ke nusën e datë lindje. Por fal Zotit ti linde dhe e solle në jetë djalin tënd dhe nuk pati probleme, se kjo është më e rëndësishme. Djali lindi shëndoshë mirë, e para 5 kg djalin, Lena vet, me fjalë, me ndihmën e doktoresh sa ne këte, linda me fjalë. Pra, avazin dhuna, nuk ndajsh. Pra, edhe pse ai u bë baba, kjo gjë nuk ndryshoi asgjë në familjen tuaj. Ore, nuk i interesosh fare. Ardhja në jetë e një fëmije nuk e lumturoi shtëpinë tuaj. Dhe kjo është fatkeqësi. E më tha ma praf, ti tha s'ke me mua djalin tha. Por atë I thashun gjoj, thashun. e njohu? Po, njo, po. I thashun, ati që këti thashun, se a dite do vinim që bëm dhake në shpine, a i martoj kushuriri në djalin e tezës, Po. erdi i pirë, i futi edhe një të mirë atje në shpia i ashtu si shduhesh në ato vitaminat, më dhonoj prapë. E unë si që isha Leone, a i kisha una 4 ditë e lindu, 5 ditë e lindu. Ose gjenje i kotë, 5 ditë e lindu. Si shdolla në spitali. Sa i mbajti 2 ditë spitali mbajti ma. Një të edhe të shtymë si që isha Leone, në krevatun atje, koka në çmendot. Më kapi pe floku edhe më godise me grysha në koka në mëzinte. Një i dha shuna si që isha, i dha shtymë. Edhe i pirishe edhe ata e piva i, ato vitaminat, i dha shtymë nuk koka në çmendot atje. Ullurimën e jema më dha shtymë më goditi. Një ti marrë unë asaj telefonin, dhe i mërëva prindër e mi. Ergën prindër e mi, ben dhafe me te. Por policin... Më kishë bërë këshu. Se e bluzja jote që ke veshur tja gjaketën teme. Po policin e njoftove? Polici nuk e njoftova, nuk më la babaj. Ta them të roqë. Ndalemi pak me dje, para se në të rëgosh... E dashu me dje, përveç këti lloj keq trajtimi që ai të ka dhunuar, ti e ke shtyr, je vetë mbrojtur, vjerrat ka gjuajtur, pse i ke goditur djalin. Por ti kur fje në krevat dhe kishe raport intime të, ore si dy të rinj, të shprehte ai ty dashuri? Jo. Po si të trajtonte ty ai në krevat? Kryente vetëm seks dhe mbaronte punë? Atë punë njërë, po sa themë në njërë kajko, jo njërë 3 herë. 3 herë ke kryer marrëdhënie me burrin tënd? Njërë në martes, e një pas martesës, e një kur është në djallë me ajo. Qartë. Iku. Çfarë ndodhi momenti që babai erdhi në shtëpi? Erdhi baba im, u zo me ata. Filloi, pastaj ande po këtej, ku e bënte sherrin, nuk e mba një dot, s'kishte bërë në tamande. U bin babai juaj që ai nuk ishte partneri ideal për vajzën e tij? Kur i pa me sytë e vet? Po baba i kishte sy se më shikonte më të nxirr. Por çfarë ndodhi pas këtij konflikti? Ti u ndave përfundimisht? Atë punë kishte ikte, vinte vetëm lon. Edhe vjerri, edhe kunati atë punë. Mirë se ai ajo komandonte atje. Ta thosh ajo bëish atje. E dashu me dje, kur u ndave ti përfundimisht me babain e fëmijës tënd? Kur ka qenë djali 5 vjeç e gjysmë. Ka qenë 14, do ta them atë fundit në ndarjes.
U rrit brenda atë ka qenë muaj ka qenë 12 koriku i 2016-ës. Më ka rraur, ku ka patur datëlindjen djali, më ka rraur, më ka bërë si bluzja jote nuk ngrisha në krevati. Nuk ngrisha ato në krevati. Një të maj, një të shuja, iku ai, mori se kishte makinë, një të iku në firë në oficinë, nuk e di ku vajti, iku. Një të marrë unë rritarin, një të hedhën u dhit, të valja veten. Të mërshme. Ka qenë djali, më ka pre rritarin, në dhit. Ka hipur djali me karreke, ka hipur djali në stren e shtëpis, sa shu kemi bërë shtëpi të reja ne, ka hipur djali në stren e shtëpis, më ka pre rritarin. Dhe unë do isha varu. Shumë gabim, nuk dua këtë pjesë ma të regosh, se nuk dua të jap gjëra të tilla, se janë shumë të rënda. Ka qenë historia më e tmerrshme e jetës time. Edhe një të marrë una, i thash, pas një muaj a dy ka qenë kështu, ka qenë muaj tetor. Se më rrinte çdo ditë kur ishte aty më rrinte. Ka qenë data, ka qenë në muaj tetor, i 14 tetor, i 2017-ës. Data, muaj që mi përmend që janë fiksuar dhe janë skalitur thellë në mendjen tënde. Edhe më ka plasur kokën në cep komedinës. Komedina, si është komedina që është me presje. Të mërshme. Edhe më ka goditur me unas, tuja e kam shenja koma. Vajta ai iku në Greqia, ka iku në Greqia, më ka goditur, më ka dhunua për faketëzis më ka darë. Iku në Greqi. Ka ma prindrit e mi në telefon. Më kanë marë. I kam thënë do bëj denancim. O do vini thash prindrit, unë do vras veten. Edhe më morën prindrit. Më morën prindrit, më mori babaj, i thash unë nuk vete. Djalin e mori, më rau. Do ikte në Greqi e mbushi valizë, mori e djalin, e do ta binte kushtoriju i tia, djalin edhe makinën tu. E mori djalin iku. Ai mori djalin në Fier që mos ta merrje ti me vete te prindrit e tu. E rrëmbeu djalin. I thash babaj do bëj denancim. Jo më tha babaj, mos bëj denancim. Fundja fare djali tia e shta. Po una? Lërë, sa ma se ai s'ka kur bëj, tha do ta kthej prap. Nuk më la babaj bëja denancim në Fier. Dhe çfarë ndodhi më pas? Më pas 10 dite, më ka marrë në telefon, më tha, mua hajde të marrësh rrobat. I mori rrobat e mia, pa intime, gjysma t'i dha, gjysma nuk i dha. I mori, i kishte hedhur në borri, ande në kopshi. Hakmarrje në formën më të shëmtuar që ka bërë ndaj teje. Mi vajta unë mora me makinë, një kushtorin tim, babaj, nena, edhe una. Tashi djalin e kish më shyer ai. Në shtëpi pa kish më shyer, e kish futur në kuzhinë, e kish mbyllur derën me çelës. Djali qante, ulurin, ka qenë data 22 tetor. Po. Edhe më kam vajtu për të marrë rrobat, i thash unë dua djalin, takoj djalin. Më shau, më ofendoj, më ka dogodin se baban tim e arëm, kishte pistolet, se mbante pistolet ai. Po ngjarja që nga bërë akoma më e rëndë. Një të marrë una, i thash lajmëro policin, erdhi policia. Se policia është e korruptuar aty në Shqipëri, ta them me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Vajta për të atakuar, Gjermia dhe rrobat, u hodh djali nga dritarja dhe më takoi, hapi djali dritari, thash se ai kishte mbyllur derën, i kishte çesat e kishte jema, si i jeme atje çesat. I thash unë hap derën, thash takoj djali, thash marr rrobat e tij, marr djali. Edhe policia nuk ka bërë sikur një gjë më të vogël atje. Por s'reagoi fare. Djalin ti e more? Jo, nuk ma dha djalin. Më mori policia. Por sot djali me kë jeton?
për t'jatin. Po, ti kur bëre divorcin, pse gjykata ja la kujdestarin babait? Një baba dhunues, përdorus droge, pinte alkool, pse ja la babait dhe nuk ta la ty kujdestarin? Po gjykata është e korruptuar me të keqen motra. Nuk është gjykata aty në Shqipëri. Nuk është me çfarë motivi, me çfarë arsye të hoqi ty kujdestarin? Gjë sikur më bente të shkalluar, gjë sikur më bente të sëmur. Të nxori me probleme të shëndetit mendor ty dhe ja la babait. Pra, atë fëmijë ti e ke rritur deri në moshën 5 vjeç e gjys. 5 vjeç e gjysmë. Edhe una kam marrë pasaj, kam ikur në Greqi, kam ikur në 2018, në 16 prit 2018. Por me djalin ke kontakte sot? Jo, pandaj po ta shoh ty ja. E qartë. Por pse babai nuk e lejon që të flasi me ty? Ata i kanë thënë fëmijës si mama, nëna jote ka vdekur. Të mërshme. Ti nuk e ke takuar djalin, që në momentin që u ndave, gjykata ç'a vendosi për ty? Kishe të drejta takimi? Kisha të drejta takimi, kisha çdo gjë. Unë ika në Greqi, edhe procedurat më tha avukati, shkëlqimi Europaj, më tha ikse do t'i bejuna me gjithë baban tënd. E qartë, po çfarë lloj procedure? Ty ta vendosi gjykata të drejtën e takimit me djalin. Pra, kur ti ke ardhur në Shqipëri, pse nuk e ke takuar djalin? Pse ai vendim gjykate nuk është ekzekutuar? Mua nuk ma la njeri se kur kam vajtur në 2021 në Shqipëri. Pra, ti po më tregon që babai ish burri nuk e lë djalin të takoj. E dashu me dje, ti me atë vendim gjykate mund të drejtohesh zyrës përmbarimore. Është kjo zyrë e posaçme që bën ekzekutimin atij vendimi nëse njëra palë nuk lejon fëmijën të takoj. Dhe mua më vjen shumë keq që një baba pengon fëmijën 13 vjeç të takoj nënën e tij që ka vite pa e parë. Nëse ish bashkëshorti, do të dëgjonte në këtë live, unë dua që ti të përcjellësh një mesazh ditën e sotme. Unë mesazhin i them se ai ka shumë gjëra, ai i di vetë se në vitin 2019 i kam dërguar një video. Personit në fjalë e gjeta me anë Facebookut. I kam dërguar një video në di vetaj. I kam thënë, mos të marri vesh fëmija se është gjyna, se qa ke ti edhe unë të ham kokë me njëj tjetrin, po fëmijë mos e ndalo, se do vi koha, do vi dita, fëmija do të urrej. Nuk më ka këthuj përgjigje, vetëm ka këthuj mirë më ka thënë, kaq. E dashu me dje, ju sot jetoni në Greqi, keni nisur jetën? Jetoj në Greqi. Keni nisur jetën nga e para? Po kam nisur jetën, nuk kam akoma fëmijë. Kam një problem tash una që nuk bëj dot fëmijë tani për tani se kam bërë një operim. Edhe nuk të shkuara, shiko shëndetin. E dashu me dje, unë ta uroj me zemër që ti të bashkohesh sa më shpejt me djalin tënd. Uroj që ish bashkëshorti të ndërgjegjësohet dhe me vullnetin e tij të lirë dhe me vullnetin e tij të plot ta lejoj djalin të të takoj ty sepse është vendimi i gjykatës dhe ai po e shkel të vendim gjykate. Por në të kundërtën ka plot zyra dhe është zyra përmbarimore ajo që merret me këtë çështje. Kështu që e dashur me dije, ne e denoncuam live, uroj të bëhet më e mira, të uroj shumë jetë, të uroj lumturi, të uroj shumë dashuri dhe të uroj nënën më të lumtur në botë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju dëshironi që zëri juaj të dëgjohet, keni një problem, kërkoni ta denonconi ose hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në Facebook dhe në TikTok, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim në YouTube, Odeta Dume Mandro, ku tashmë çdo paradite jam live me ju me këtë histori njerëzore, histori të dhimbshme. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi sërish nesër live ora 10.